Në hyrjen veriore të qytetit, dikur në pamje të parë shihej kalaja e Prizrenit, por vend pamjes së saj tash i ka zënë një objekt tjetër. Në lagjën Bashdarhani është dhënë leja ndërtimore Albanika Home për ndërtimin e një objekti që del në kundërshtim me hartën zonale të Prizrenit. Pronari tokës dhe bashkëinvestitor është Albert Elshani, vëllai i Nehat Elshanit, shef i kabinetit të kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj. Leja e parë ishte lëshuar më 3 nëntor 2022 dhe investitorëve u lejon të ndërtimin e 2 podrumeve përdhesës dhe 6 kateve banim. Në lejen e parë ishin zbatuar bonuset pasi komuna i kishte marrë një sipërfaqe prej 137 metra katror për interes publik. Mirë po një vit pas, situata ndryshoi. Sipas shkresave të lëndës, komuna dhe investitori më 15 nëntor 2023 lidhin prap marrëveshje për zbatimin e bonuseve të zotimit me qëllimin e njëjtë sikurse në marrëveshjen e parë për bonuse. Por tani me këtë marrëveshje, komuna e Prizrenit do të fitonte të drejtën e pronësisë prej sipërfaqes 383 metra katror, ndërsa investitori në emër të sipërfaqes së dhënë përfitoi rritjen e sipërfaqes ndërtuese. 9 ditë pas ju lëshua leja ndërtimore më saktë më 24 nëntor 2023, e cila jepte investitorit një kat shtesë ndërtimi, pra katin e 7, si dhe ndërtimin e një penthouse-i. Sipas hartës zonale komunale në zonën e shërbimit të përzier, ashtu siç edhe është parcela e Albanika Home, lejohet të ndërtohet deri në 6 kate dhe deri në lartësi 23.2 metra. Ndërsa nëse e shohim ndërtimin e Albanika Home, ndërtimet kanë arritur në 8 kate dhe te kaluar lartësinë prej 23.2 metra.